Përshëndetje miq, përsëri jemi në videon e dytë, siç ju premtova. Sot do të shkoj në një vend shumë të veçantë për mua, ku në Thonjza kam nisur me demek karrierën time në televizion ose më saktë në live stream. Do të shkojmë në një studio muzikore ku bëhen prova, rrisohet muzikë, bëhen takime, evente. Jam bashkë me Klajdin edhe me Ladin ose Lamin, si që njohin një pjesë e juaja. Çunat janë përpara meje, po ja sa t'i kap. Ja ku jemi me Partizanët, ej çuna. Po shkojmë të shikojmë studion. Të na prezantoj Klajdi me studion e vet për projektet. Do kemi gjëra cilësore. Qëndroni me ne dhe do shikoni mrekullim. Dhe çuna tipin autobusi Zotrin. Rritëm nga autobusi jon legjendar. Sa ishim nuk ishte shumë plot, ishte një rehatshëm. Ndërkohë jemi duke ecur në rrugën e 21, pa projëm 21. Kavajës po thot Ladin. Ska gjë pastroj, kjo tregon që je pastrtor. Ja ku erdhëm tek studioja e famshme. Kjo është dera e jashtme, është kështu si bodrum. Presim që pronarit na hapi dyert e jetës. Okay. Welcome guys, dështeva qavën të shkallë. Wow. This is se më vjen më mirë për anglisht, po këtë në shqip. Kjo është studio e rinovuar. Nuk është se kemi menduar ende një emër për studio, apo jo Klajdi? Ja dhe Klajdi. Kjo ka qenë tavolina ime e parë e punës në radio dhe salla e radios ka qenë kjo. Këtej që tashmë është bërë studio. Ndoshta bashkë kanë gjitur mund t'ju nisë edhe ca foto. O, pritë, qoqik, na filmo. Prit. Po qa ta bëj, qa ti bëj kësaj? Shtyp të kuqe. Ta shtyp prap, po e shtypa njërën, po kjo është kështu tani. Po filmon ajo, shtype ndaloj prap. Mund t'i bësh dhe comba. Jo, prit.
Ja dhe çunat që po degustojnë veglat në gjuhën e kuzhinierëve. Po që nga i ri ai. Po pra Dashur sepse kur nuk kam fitur shumë, këtu kam mësuar edhe kam marrë konfidencën me vetveten, besimin me vetveten, për të bërë gjëra edhe këto gjëra që bëj edhe ato live-et që kemi qenë bashkë, në fakt një pjesë të mirë të konfidencialitetit me vetveten, me pjesën e besimit e kam mësuar këtu. Kështu që okay, do shihemi me gjëra tjera pak më vonë. Mos të bëj pjesë. Shikoni është me plasmasën dhe mund të hysh ta ka shpikur Si që u thash edhe nëse doni të bëni kinema është një super ambient, si që shikoni sa ekran i madh që është me këtë videoprojektorin Android, është nga teknologjitë e fundit të këtyre pajisjeve më rrotullave që mos marr shumë vesh. Edhe janë shikoni se sa fantastike është kjo është ajo video e parë që unë bëra. Dhe shikoni se sa bukur duket në këtë sallë kaq të madhe, po ti je me miq, me shok, mund të ulesh edhe në dysheme. Edhe mund të shikosh filmin tënd të preferuar me miqtë tu. Wow, duket shumë interesant. Edhe po marr faktikisht e parë që shkoj studio në këtë rregullim që është bërë tani sepse nuk e kisha parë më parë. Por që është fantastik. Por pjesën e projektorëve kemi edhe projektor tjerë më të fuqishëm për pjesën. Po ikim. Ishte shumë interesante, kishte bërë goxha investim plagin. Por që do punë, se shpejti do fillojmë edhe në podcastet aty, ku ju mund të jeni të ftuar nëse ju keni ndonjë mendim, ndonjë ide, mund të bashkoheni mua edhe Amosin sepse do ta bëj bashkë me Amosin, që jeni të mirë pritur. Okej, unë ju përshëndes gjithë, faleminderit që qëndruat, uroj që Kjo e duket interesant kjo që ndava me ju, një gjë thjesht nga jeta ime. E ju përqafoj gjithë dhe faleminderit për gjithë suportin, mbështetjen tuaj. Mos harroni të bëni like, subscribe. Nëse shpërndani do e vlerësoja shumë. Bye. Poli.